E kemi punuar kulaçin, e kemi shtruar në një tavë. Tani kulaçin e kemi vizuar me pirun, e kemi shpuar në disa vende, e fusim në furrë, e pikim temperaturën 325 gradë për rreth 25-30 minuta. Kulaçi është pjekur, e kemi nxjerrë nga fura, tani e kthejmë përmbys, e mbulojmë me pecet, e lëmë të ftohet. Tani marrim dhe coptojmë kulaçin në pjesë të vogla në tepsi. E kemi përsheshur kulaçin, e kemi prapur në një tepsi. Tani e marrim e fusim në furrë sa të arrijë një thekje të lehtë. Për sot do bëjmë gjel deti vendi të mbushur me përshesh. Kemi marrë gjelin, e kemi pastruar, e kemi marinuar me krip dhe me vegeta. Dhe fillojmë do përgatisim përsheshin që do mbushim gjelin e detit. Kemi vënë pak gjalp të tretet, kemi grirë edhe një qep të vogël. Ne ka udhësim derisa të marrë atë ngjyrën e lehtë të artë që neve duam. I kemi hedhur pak ujë, e lejmë sa të zjejë qepa. Që zjen ujë me gjalpin dhe me qepën, i hedhim edhe pak najazëm ose vjazëm, hedhim pak krip, edhe hedhim një pjesë të kulaçit të pjekur në furrë. I ka ordisim së bashku, nuk e bëjmë shumë të qullet, as do piqet bashkë me gjelin në furrë të sobës. Tani do fillojmë do bëjmë mbushjen e barkut të gjelit të detit me përsheshin. Dhe do ta kapim me kunja. E kemi përgatitur më përpara një pjesë të kulaçit për të bërë përshesh, nuk e kemi lënë shumë të njomë. Tani mbushim barkun e gjelit të detit. Marrim dhe e kapim me kunja. Në këtë mënyrë vazhdojmë e mbyllim të gjithë barkun e gjelit të detit dhe e fusim në furrë. Tani e kemi përfunduar së kapuri me kunja gjelin e detit. I hedhim nga pak gjalp të tretur. Tani e marrim dhe e fusim në furrë dhe e pjekim temperaturën 325 gradë për rreth 3 orë e gjysmë 4 orë, duke e kthyer her pas here nga të dy anët. Kemi grirë qepën e përsheshit, kemi hedhur edhe pak gjalp, edhe i ka ordisim lehtë derisa të marrin atë ngjyrën e artë. Në gjysmë të ka ordisjes së qepës do hedhim edhe mëlçit edhe plancin e gjelit të detit. Tani që është bërë 50% e qepës, hedhim edhe plancin, mëlçiat dhe zemrën e gjelit të detit dhe i ka ordisim së bashku. Tani që është ka ordisur mirë qepa me gjithë mëlçinë dhe me plancin dhe me zemrën, hedhim nga pak plangun e gjelit të detit. I hedhim dhe i lejmë të zinë së bashku. Ne kemi pikur, e kemi hequr nga tepsia, kemi marrë lengun dhe në tepsia që kemi pikur gjelin, e hedhim bukët të cilat i thekëm më përpara. Tani që mëlçijat me qepën kanë zjerë, i hedhim edhe pak vjozëm ose najazëm. E lejmë sa të marrë një valë. Tani të gjithë masën e lengut me gjithë mëlçijat do e hedhim nga sipër te kulaçi që e kemi tërmuar dhe kemi dhënë një faqe në furrë.
E kemi hedhur të gjithë lengun, nuk ka nevojë për të futur në furrë, sepse e ka pirë tamam. Masa ishte shumë e mirë, lengu dhe përsheshi ishin njësoj. Tani të gjithë përsheshin dhe serviru në pjatancë, do vëmë dhe gjelin në mes. E kemi serviru në pjatancë gjelin e detit me përsheshin me kulaç gruri. Kjo ishte menuja jo për këtë Krishtlindje. Ju urojmë të gjithëve gëzuar Krishtlindje të mbara dhe ju bëf të mirë.